Fondacioni Agrodev Kosova është një fondacion që ka të bëjë kryesisht me promovimin edhe zhvillimin e sektorit bujqësisë në Kosovë. Është themelu nga institucioni lider mikrofinanciar në Kosovë, nga Cap Trust. Cap Trust fillimisht e ka themelu agroportalin, e ka bënë një hulumtim në teren edhe ka dalë që ka mungesë të informatave të sakta, po edhe në kohë, edhe fillimisht e ka themelu agroportalin vitin 2018-2019. Për me zgjeru gamën e aktivitetit, themelusin këtë rast Cap Trust e ka themelu Agrodevin si fondacion. Ne i kemi 5 intervenime kryesore që punojmë, domethënë, në 3 vitet e fundit edhe që do të vazhdojmë e kemi një strategji 2025-2028 edhe planin e punës, e kemi planin e veprimit çdo vit që e aprovojmë. Intervenimi i parë ka të bëjë me promovimin e bujqësisë të kontraktuar, contract farming, edhe financimi i zinxhirit vlerës. Kjo lidhet, domethënë, se ne e kemi pa disa metoda nxit se qysh mu promovu ose qysh mu nxit që fermerët edhe pikat grumbulluese mi përdorë sa më shumë kontratat, edhe si masa nxit se për shembull e kemi çasjen financa që e përkrahun përmes kepit, që do ta bëjmë një dritare të re për financim. E ky është intervenimi kryesor, masanai kemi edhe 4 intervenime mbështetëse të intervenimit kryesor që ka të bëjë me fuqizimin e shërbimeve këshilluese private. Ne kemi diku një grup të ekspertëve prej 30 vetave, që fillimisht ne ju kemi ofruar trajnime shumë të avancuar me train the trainers, trajnimi për trajner, me ekspert shumë me renome ndërkombëtare, edhe tash ne i kemi një farforme, i kemi pjesë të fondacionit Agrodev, e kemi domethënë grupin e ekspertëve për shërbime këshilluese private, cilët njëkohësisht edhe shkruajnë artikuj në Agroportal. Intervenim tjetër është promovimi i teknologjive të reja në bujqësi. Ne gjatë këtyne 3 viteve të fundit i kemi përkrahur dikun 8 zgjidhje inovative, ku kemi pas thirrje të hapura për sfida, fillimisht e kemi pas sfida teknologjike në bujqësi, edhe kjo sfida e fundit që ka qenë sfidë për zgjidhje inovative ndaj ndryshimeve klimatike. Pra janë përkrahur 8 si me thonë start-up ose 8 ide të reja, cilat ne po menojmë mi përkrah edhe në të ardhmen edhe mi promovu. Vetëm të përfundoj, e kemi edhe një intervenim që e kemi promovimi i ndërmarrësve të ri të suksesshëm. E kemi një podcast në bujqësi që quhet Agro Podcast. Edhe intervenimi i fundit është koordinimi i sektorit bujqësisë me fokus te koordinimi i donatorëve edhe Ministrisë së Bujqësisë. Pra pak a shumë kjo është gama e aktivitetit që ne bëjmë. Edhe tash sfundmi e kemi lancu një platformë të re që besoj që do të... Okej, tash kthehemi edhe platformës, po të një intervenim që e patët për punë të inovacionit, se po e shohim që gati çdo vit, po kemi ndonjë ndikim të madh të ndryshimeve klimatike, të ndryshimit të motit, të madh të temperaturave, për shembull si vjet e di që si vjet ka pas të vënë gjatë prillit kur ishte ai acari i fillimit prillit, e di që ka pas rritje të madhe të çmimeve të qershisë, pasi që lulet e qershisë janë dëmtuar shumë gjatë prillit, e di që në vitin e kaluam ose të parakalumin ka pas probleme shumë të mëdha të përpunues e frutave, të mollave për shkak të thatësive. Kështu që gati çdo vit tash po kemi pasoja edhe në treg, në çmim, dome që ju shkaktohen kompanive prej ndryshimeve klimatike. Po, ne jemi marrë me këtë problematikë për vitit 2023. Fillimisht kena punu me IFC në Bankën Botërore. Fillimisht kena bërë do video, se na menojmë që kjo temë do të më trajtu hap pas hapi. E para është vedisimi, se prapë do më thonë hala njerëz ka nevojë për mu vedisu, i kena bërë do video uzuse. Për shembull, cilat janë problemet që po shkaktohen në bujqësi, si rezultati ndryshimeve klimatike, dhe në njëjtën kohë kemi ofruar zgjidhje, për shembull, cilat janë zgjidhje. Shumë e saktë ajo që e thatë se ndoshta në 10 vitet e fundit, më thonë, prej vitit 2015-16 ka qenë më e shprehur. Për shkak të rritjeve të temperaturave që po i kemi, unë kam bërë edhe një shkrim në Agroportal lidhje me ngricat e vëndshme pranverore që i përmend, këto quhen ngricat vëndshme pranverore. Ne po kemi rritje temperaturës në janar edhe në shkurt, edhe stimulohen tani këto organe, do më thonë procesi, ne themi hapjes sythave, lulëzimi edhe formimi i frutit. Po kemi rëmje. Shikuesve më qartë, do më thonë si vjet, do më thonë që shkurti ishte shumë i ngratë. Shkurti edhe marsi, sidomos kanë qenë shumë të ngratë, do më thonë i mashtrojnë pemt,
edhe ato i qelin lullet ma herët. I stimulojnë temperaturat. Edhe ato mendojnë që u bo pranvera ma herët, edhe të një vjen acari si vjetë, të më thonë bashkë në fillim të prillit, e patëm temperaturat 0 deri në 7 gradë Celsius,